Por tani e kuptuan... Kushtetuta e Kosovës u garanton që ata të jenë pjesë e... Por tani ata e kuptuan që veprimet që bënin zorën, jashtë komunave, jashtë institucioneve qendrore, jashtë institucioneve verore, jashtë çdo gjë, dhe i armiqsoi dhe me ndërkombëtarët. Si duket, aty janë dy grupime. Një pjesë që thotë prit se duhet bëjmë pjesë e proceseve politike, ndryshe ne do jemi jashtë çdo loje, dhe një pjesë e cila thotë prit se kemi ende një mundësi mund ta përdorim agjendën ekstreme. Por koha ka treguar që me agjendën ekstreme ata kanë humbur gjithçka. Ju këtë që thatë pak meret është e saktë që thatë, por si duket në një element akoma Serbia e ka ndikimin e saj në Kosovë, por e kontrollon politikisht Po sigurisht që ka. Lista srpskën. Po sigurisht që ka. Është krijesë e saj. Kryeministri, Dhe unë mendoj jo vetëm lista srpskën, po kryeministri Albin Kurti në një konferencë për shtyp me Nenad Rashid identifikuan disa element serb, pra të shteti serb, të cilët kishin ndikuar në manipulimin e votës tek komuniteti serb në Kosovë, duke i dhënë avantazhe lista srpskas dhe duke i dobësuar parti tjere serbe të cilat dëshirojnë që të integrohen në institucionet e Kosovës. Pra Serbia ka një ndikim, edhe pse janë nëpërmjet institucioneve. Po sigurisht që Serbia ka ndikim. Ka ndikim se ka serbët brenda Kosovës, dhe është vendi fqinje, ke aty, sigurisht që ka ndikim. Ka ndikim dhe është kërcënim real, siç ka thënë kryeministri Kurti. Më vjen mirë që ka filluar të përdor dhe termat që i përdorin. Po çështja është e kërcënimit real. Ishte gjatë përkujtimit të Po, PP-s. por çështja është e kërcënimit real, ka kërcënim real politik dhe kërcënim real ushtarak. Tani cilën rrugë do zgjedhin, ne do ta shohim. Ne e pam derisa ishim pjesë e institucioneve e shtetit Kosovës e tjerë, roli i tyre u rrit. Momentin që ata bën veprime ekstreme, duke u kthyer në kërcënim real ushtarak, atëherë ne i pam që ata edhe vetë serbët i nxorrën nga sistemi, se nuk duan luftë njerëzit. Se kur flasim luftë, nuk është si në televizor, domethënë në luftën reale vritesh. Do nuk besoj që Serbia ka një 10.000 të rinj gatshëm për të vrarë për veriun e Kosovës. E përmendet kryeministri i Kosovës, e kam dëgjuar më herët duke thënë se rreziku nga brenda e një lufte të mundshme është minimalizuar deri në zero, por ekziston ai rreziku permanent ndaj Serbisë për një sulm të mundshëm në çdo kohë dhe në çdo moment. Dhe për këtë arsye ne duhet të përgatitemi. Ne nuk mund të ndalojmë që dikush të hipin maj të një ndërtese të lartë të hidhet nga atje me shpresën se do jetoj. Po, hodhe do vrit. Sigurisht bën një akt heroik, do flasin gjithë për atë që ke bërë, po në fund fare fundi dihet. Tani, Serbia e ka të qartë se ç'do t'i ndodhë nëse bën një gjë të tillë.